Bashkia e Vlorës dhe ndërmarrja e pastrimit dhe gjelbërimit zhvilluan gjatë kësaj të mërkure një dëgjesë publike me bizneset, qytetarët dhe grupet e tjera të interesit për përcaktimin e fashave të orareve për depozitimin e mbetjeve urbane gjatë sezonit turistik veror, por edhe jashtë. Oraret do të jenë në mëngjes, paradite dhe në mbrëmje. Drejtuesi i ndërmarrjes së pastrimit dhe gjelbërimit Tanjeza Shiko tha se bizneset do të kenë fasha orare edhe në drek. Sipas saj, qëllimi është që gjatë sezonit turistik, qyteti të jetë i pastër dhe për këtë kërkohet bashkëpunimi dhe sensibilizimi të gjithëve. Periudhën e cila i përket sezonit turistik, për qytetarët, bashkia propozon fashën orare e cila fillon për paraditen ora 6 e mëngjesit deri në 10 dhe në darkë ora 19 apo 7 e mbrëmjes deri në orën 11 të darkës. Ndërsa për subjektet fizik dhe juridik, orari i hedhjes së mbetjeve të jetë në fashën orare 15, pra ora 3 drekës deri në orën 16:30 dhe për mbrëmjen të jetë ora 23:00 deri në orën 3 të mëngjesit. Është vendosur kjo fashë orare me qëllimin e vetëm se sezoni turistik pengon qarkullimin e mjeteve, të cilat përveç se do të qarkullojnë në rrugët e qytetit apo dhe në bloqet e banimit, kryen dhe procesin e tyre në heqjen e mbetjeve dhe kërkon minutazhin e caktuar për përfundimin e largimit të mbetjeve nga pikat e grumbullimit të mbetjeve. Për këtë arsye mendojmë që të përfundojë deri në orën 3 të mëngjesit hedhja e mbetjeve, me qëllim që mjetet të kenë kohën e mjaftueshme që qyteti të gdhihet i pastër dhe pa mbetje. Ndërsa oraret për hedhjen e mbetjeve jashtë sezonit turistik, sikurse e përmenda, janë dy momente, për familjarët edhe për bizneset, ku për familjarët bashkia propozon orarin 6 me 10 të mëngjesit dhe në darkë 19 me 22 të darkës, që është afruar një orë më përpara se orari darkës, duke qenë se dhe koha e dimrit ndryshon me periudhën e sezonit që qarkullimi është më i pakët. Ndërkohë për subjektet fizik dhe juridik, orari i hedhjes së mbetjeve që propozon bashkia është 6 të mëngjesit deri në 9 të mëngjesit dhe ora 9 të darkës deri në 11 të darkës. Shiko sqaroi më tej se përse bizneset do të kenë një fashë të dedikuar gjatë orarit të drekës për depozitimin e mbetjeve urbane. Kanë kërkuar vetë bizneset që të ketë një orar në drek. Ndoshta nuk do t'i mbjerrin të gjitha mbetjet, po nuk do ta kenë gjithë volumin e prodhuar për orarin e drekës në ambientet e tyre. Prandaj është propozuar ky orar. Dhe u duk sikur e delegova përgjegjësinë te Agjencia e Bregdetit, po orari që ka Agjencia e Bregdetit 6 e mbasdites me 6 të mëngjesit është prapë në shërbim të këtyre bizneseve dhe do ketë prapë një orar të tretë, një fashë orare të tretë, që kjo do bëhet mbas marrëveshjes që bashkia ka lidhur me Agjencinë e Bregdetit dhe me operatorin që do ta kryejë shërbimin, që do të vinë në ndihmë bizneseve për mos të krijuar as kolaps dhe as mbetje dhe qytet të ndotur. Gjitha përpjekjet që bën bashkia është për të patur një qytet të pastër. Dhe orari i mjeteve që ju kërkoni do të kushtëzohet nga miratimi këtyre orareve, fashës orare për hedhjen e mbetjeve. Sipas drejtueses së ndërmarrjes së pastrimit dhe gjelbërimit Tanjeza Shiko, Bashkia e Vlorës po punon edhe në drejtim të menaxhimit të mbetjeve urbane dhe për këtë qëllim ka edhe një rregullore. Ajo thotë se janë vendosur në qytet edhe kontenier të rinj të mbeturinave, ndërsa lufta mbetet gjithmonë me ndërgjegjësimin qytetar. Hedhja e mbetjeve në një mënyrë të edukuar në një formë të tillë me qeska të lidhura është përfshirë në këtë rregullore dhe është një domosdoshmëri, sepse tani që ne merremi me këtë punë, unë shikoj që edhe kur i kanë për qeska, qytetarët i hedhin mbetjet nga qeska dhe e marrin sërish qeskën. Kemi vendosur kosha të rinj në pjesën më të madhe të qytetit dhe po vazhdojmë, po vendosim kosha të rinj dhe prapë janë bërë dhe koshat që s'kanë mbushur as 2-3 javë që janë vendosur, sikur kanë kohë edhe muaj që përdoren. Pra, luftën në vijimësi e kemi me ndërgjegjësimin qytetar. Puna është shumë e madhe që na pret përpara dhe pjesa e kamionçinave është një diskutim që po diskutohet të vendoset me tarifë në fakt, sepse ajo ka kosto, pika e Lantfillit është gati një orë larg dhe ka një kosto të shtuar dhe pa diskutim që do të mbulohet nga biznesi, sepse në vitin 2025 është miratuar dhe një ligj për prodhuesit e mëdhenj, të cilët është në diskutim për miratimin e akteve në ligjore që ky ligj të gjejë zbatim dhe pa diskutim bizneset do të kenë një detyrim që do të lidhin kontrata me operator privat për mbetjet e riciklueshme, siç janë plastika, kartonat dhe do të jetë detyrim
Madje unë duke qenë se kam pasur të merrem me biznesin në kohën që kam qenë drejtuese tatimeve në Bashkinë e Vlorës, kemi hartuar dhe miratuar me vendimin e Këshillit të Bashkisë tarifën që duhet paguajnë bizneset, por realisht kostuaj që ka ndërmarrja pastrimit nuk mbulohet në lidhje me tarifën që paguajnë bizneset, qoftë edhe qytetarët.